unë e di që ju e keni projektu, e keni ndërtu një aplikacion, Muslim Matchmaker, nëse nuk e kam emërtimin gabim, të cilin ju po doni me lansu një farforme, me shtim përdorim. E kemi lansu prej një marsit. Kjo është një program pak jashtë asaj fushës që unë kam studiu, po gjithsesi është mirët me databaza, mirët me ka programim, edhe unë e kom bu këtë aplikacion për me ndihmu pjesëtarëve të komunitetit muslimanëve të Kosovës për m'ja u lehtësu martesën, për arsye se nga dita në ditë po avancon teknologjia, edhe kjo është në perëndim, është realitet i pashmangshëm që programet softwarike ta lehtësojnë martesën, ta ndihmojnë me gjetë dikon që është i përshtatshëm me ty, tu e ditë fort mirë angazhimin që e kena sot si të studentave ashtu edhe profesional, që nuk po tham ta pamundson, po gjithsesi kërkon ma shumë prej teje, edhe ta konsumon kohën që ti mundesh ndoshta të nevojitet mu socializu, që mi rrit atë rrjetin e njerëzve që më mujt mi gjetë dikon, pra po tham që përshtatet me ty, e kjo ta lehtëson. Është realitet në perëndim, edhe mendoj që ka mu kon edhe realitet edhe në Kosovë, po që është në ardhje sipër. Okej. A mund të me ditë çysh funksionon, se ti tha që me gjetë dikon që të përshtatet, po çysh keni më arrit ju përmes aplikacionit deri te ajo përshtatje? Po. Na i kena shqyrtu kërkesat e popullit tonë, si ka aspekti kulturor edhe nga aspekti fetar, edhe kena bu 12 pyetje më kryesorët që janë për neve, i kena ndarë në 4 kategori, aspekti fizik, aspekti socioekonomik, edhe aspekti fetar. Ato pyetje janë shumë praktike, që ka mundet kompjuteri me kalkulu, për shembull gjatësia e personit. Duhet me vendos kur aplikon që Po. I përgjigjesh pyetjeve, të cilat në njëjtën kohë janë edhe indikator të përshtatjes. Për shembull gjatësia e personit. Na dim në kulturën tonë që preferohet që mashkulli me qenë 10-20 cm ma i gjatë se femra, për shembull. I kena disa specifika. Pas 20 cm-ve nuk vlen e njëjta, bjerën vlerësimi. Kjo unë e kom shpreh si algoritme, si formula matematikore, në gjuhë programuese në database, që i kalkulon për secilin kategori ndryshe, dhe e mbledh shumën e të gjitha indikatorëve për me vlerësu përshtatshmërinë. Ajo që ka mundet mu vlerësu prej kompjuterit realisht, po normal është edhe pjesa humane që në fund duhet me dalë ata me vendos një takim, po na për qëllimi kena me gjetë kontaktin për ta, që ata pastaj me vendos nëse dëshirojnë me vazhdu me takimin e parë, që mu njeftu ma afër. Okej, do me thonë përfshihet ana fizike, dukjes, gjatësia.